Rinumërimi i të gjitha kutive për partitë dhe kandidatët në Tiranë nuk do të nisë menjëherë, pasi KQZ kërkon mbi një javë kohë për përgatitje logjistike dhe gjetjen e një vendi të përshtatshëm. Burimet zyrtare bëjnë me dije se po shqyrtohet mundësia që Parku Olimpik, ku më herët u numëruan votat e diasporës, të përdoret për këtë proces. Për mikrofonin e Radio Televizionit Shqiptar, eksperti zgjedhor Andon Kumes sqaron bazën ligjore mbi të cilën u mor ky vendim. Është herë e parë që do të numërojnë vota në një mënyrë kaq të madhe. Kemi pasur edhe më përpara rivlerësim dhe rinumërim të votave të qendrave të caktuara të votimit ose të zonave të caktuara, por jo në mënyrë kaq të madhe. Çka do të bëj kjo? Do të bëj që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tashmë do të ngrej grupet e tij të numërimit me anëtar të administratës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pra grupet e numërimit do të jenë jo partijak, partitë politike do të kenë vetëm të drejtën të vëzhgojnë. Ky parashikim ligjor është vendosur si një formë garancie për opozitën për të mos u ndodhur në një situatë ku kërkesat e tyre për rinumërim të votave të mos marrin dot shumicën. Eksperti shton se rinumërimi mund të ndryshojë tabelën përmbledhëse dhe nëse konstatohen gabime, nis një tjetër proces që është ai penal. Do të jetë vështirë që të kemi ndryshime të rezultatit për subjektet politike, por do të kemi ndryshime të rezultatit për sa i përket kandidatëve për vota preferenciale. Do të shikojmë se në çfarë grade ka pasur gabime, sepse nëse do të kemi një grad të lartë të gabueshmërisë dhe do të vërtetohet që këto gabime nuk janë gabime njerëzore, por janë gabime të qëllimshme, absolutisht që pas këtij procesi vjen një proces tjetër që është procesi penal kundrejt grupeve të numërimit të votave.